nuk është dëshmim që unë realisht kam pëlqim për ty, edhe fakti që për shembull na jena afru, kena pas të afrimitet, okej, të kam puthë edhe në hunë, puthja nuk është që është në esen ndryshe, po kupton, prit një sekond, puthja nuk është në esen ndryshe, po kupton, se prap, unë jam afru, jemi afru kështët edhe nuk ka nëjë gjë që me ndodhë puthja, mos me ndodhë puthja, nuk është që unë tash e martë madhe me ndodhë puthja, jo, unë kam thënë thjesht që do kishte ndodhë, për thjesht unë kam desht me ndodhë në mënyrë spontane. Në momentin që ti ma vodhe, mua aty, dhe me thonë, unë iva këtë se thash, gjithmonë e kemi bisedu këtë gjë, edhe ja kam thënë se sa e rëndësishme për mu është mos me ma vidh, po me ndodhë thjesht në një moment, në një mënyrë shumë spontane, kaq. Nuk e bo gabim ti, nuk është se unë të kum akuzu ty se ti ke bo gabim. Unë jam një këtë se thash, nuk e ka respektu që atë fjallë që kam thonë që s'pëdu me ma vidh, po ti nuk e bo gabim në atë moment, okej, ke ndime vepru që shtët, ke vepru nuk u kon gabim, se përdiri sa unë po të afrona që shtët, unë nuk është që me pafajshme, se unë që shtët po të afrona dhune ty, apo kuptan, nuk është se unë po thëmë, unë e pafajshme, a kjo mënu, jo, nuk ki asi loj faji, ta thash, dhe kur më të kërkoj fali, thash nuk ki faj, thash në ka bo me unë një keq, fakti që nuk ma ke respektu, që atë sarin që këmë thonë që s'po du ma vidh, po du me ndodhë në njërë spontane. Në momentin që ti të në tënë, edhe unë e ndi vetën si, dhe me thonë, 100% e sigurt, unë me vetën tam, jo që ti nuk më jep siguri, amo e ndjenë që atë moment 100% me lëshu vetën, që me ndodhë puthja, do kishte ndodhë, po, nuk kam pas qef me ma vidh, okej, e ke bo në regull, e ke ndje me bo, nuk e bo gabim, nuk po du me të vofaj, as nuk kam deshtu në ty me të nëzirë keq, as i loj gjaje për kësaj, nuk e bo gabim. Thjesht thash që ka qenë një gjë që thjesht kishte ndodhë, jo për ta diskutu, pse s'po ndodha, as nuk jam të thonë që është një gjë që nuk e kisha bo kur, se përderisa unë kam puth në hunë, jemi afru e krejt, puthja nuk është kur gjë, është një gjë që kishtë ndodhë dhe kaq. Amo në momentin që unë e kisha një vetën të lirsh me 100% më lëshu edhe me bo atë puthje bashkë. Kaq, nuk kje gabim ti në asë një moment, unë thjesht jam një këtë se thësha vetë me vitë thësha, e kemi full 100 njerë, kam thonë mos ma vidh, për në atë moment kuptova dhe ty se edhe unë vetë tu afrova, nuk është se keshte papajshme, edhe unë vetë tu afrova, edhe ti normalisht, adin është një gjë që thjesht, adin të ka ardhë me bo dhe ke bo në regull, nuk ki fajti, unë vetë jam një këtë se thash, pse thash, adin, kur ja kam thonë që njerë mos ma vidh, thash, atë puthje që vidhen, nuk ka kur gjithë keqe mu vidh një puthje, s'ka sen të keqe, a më thjesht në qatë moment thash, adin, kur ta them një fjallë, qatë fjallë ma respekto, që kam qep me ndodhë në njërë spontane, qatë fjallë ma respekto. Ma përpara më thuj, okej, Briken, apo do me ndodhë në njërë spontane, në regull. Atëherë, unë në qëfë se të afronë që ka qështë, unë më vjen me të puth, mos mu afro qështë, adin, e kisha vlerësu ma shumë që të sen më ma thonë, se sa adin me vidh, amo, okej, e ke bo nuk ka kur gjithë keqe, pra po ta them, se ti ke marrë sikur unë po du me të sulmu, po du me tull, se ti ku me di qa ke bo, nuk e bo kur gjithë keqe. Thjesht, fakti që të kam thonë që nërë mos ma vidh, edhe në atë moment, okej, vidhe se të ka ardhë që shtët, në regull, amo qaj sen ka bo mu me unë i keq, ju që ke pas fajti, se njëri adin mund të muni vetë keq për nej gjë, për nej budalakin. E di pse s'besej? Se je po ti që më ke thënë, ma te e di se punë unë shoh gjërat e vogla, jo gjërat e mëdhaja, s'kam nevojë për surpriza, s'kam nevojë për këtë, kam nevojë për i letër, kam nevojë për qafi. Edhe është po një ta Briken që më po mu krasim tash do dilem nga shtëpia po dilje ti, që s'du me ngju fare se krasim, momenti që Brikena pranon të bëj sfidë me Rogertin, me hyn kuti, Robi këtu mrena, jo ta marrë unë tash. Robi këtu mrena që unë kam qasjen më të keqe, që zjem gjatë gjithë kohës, që munohet me mull gjatë gjithë kohës, që munohet me mull dhe mu dhe Brikenën gjatë gjithë kohës, që munohet na përçaj gjatë gjithë kohës, që të vjen ty të bon servilizmin gjatë gjithë kohës, dhe për ma keq akoma, mirë që në atë moment mund ke bu me unë super keq dhe ti e vetëdijshme, edhe jam poshtëru para gjithëve, dhe ti thuve unë mateu para lojës gjë që s'është e vërtet fare, je po ti e para për vetën tate, jo për mu, që s'duhet kishe pranu kurrë sfidë, kur vjen ai ka javë që thotë kemi bashk, pëlqejnë ty bolat, djegti mu me sy, ngrit ty bluzën tregon barkun dhe ti pranon sfidën.
Edhe vike ti ma të paralojës, jo pra se ven. Okej, tash ta Nuk e ve pra. Po tash ta Nuk e ve fare. Okej, a ban me fol tash me ta shpjegoj? Fol, po s'ma ndryshon dot menjë. Në rregull, tash është po i njëjti Rogerti i cili thot, Mateo ka Po ti po justifikon fjalët e Rogertit me veprimet e tua? Jo, se po Po çfarë ti po do të justifikosh tash duke krahasu fjalët e Rogertit me veprimet e tua? Jo,